surja Nejm. Këtë sure Allahu lartësuar e ka zbritur pasi i dhuroi Muhammedit a.s. një dhurat nga më madhështoret dhe një nga mrekullit më të mëdha që i ndodhen të dërguarit e Zotit lartësuar. Ne dim që mrekullia më e madhe që i është dhënë profetit a.s. cila është? Sraja dhe Miraxhi, sigurt? Po Kurani? Pas Kuranit. Mrekullia më e madhe që është dhënë pejgamberit a.s. është Kurani famëlart. Pse është më e madhe është Kurani famëlart se sa ngjitja në qiell, qielli mbi qiell e 7. Më e madhe? Pse është më e madhe? Është fjala e Allahut dhe është e përhershme. Ajo ka ndodhur dhe u krye. E kemi parë në atë që ka ndodhur pejgamberit a.s. Jo, por e besojmë. Mi po në duar, në zemra, këndojmë në namazet tona, kemi si manual për gjatë gjithë jetës ne, gjeneratat që kanë kaluar, ata që do të vinë deri në fund, deri sa të ketë jetë në tokë. Ky Kur'an është i përhershëm, është i përjetshëm, është i freskët. Prandaj është mrekullia më e madhe që i është dhënë pejgamberit a.s. Mirë po, në një moment shumë të vështirë që përjeton ai dërguari i Zotit lartësuar, atëherë kur trysnia, presioni dhe vështirësi nga populli i tij, ka pjesa pa besimtare e Mekës, pra kur u shtuan këto vështirësi, Allahu lartësuar i bëri një ftesë. Dhe çfarë ftese ishte? Të vizitonte lartësinë e qiellit. Dhe ne dim mrekullinë gjigande madhështore të Isras dhe të Miraxhit. Udhëtimin që ka bërë pejgamberi a.s. në një pjesë të natës, që nga Meka, vendi ku ishte në shtëpinë e tij, deri në Beitul Maqdis, në Palestinën sotme, aty ku Xhamia Aksa, dhe pastaj u ngjit në qiell. Qiellin e parë, pastaj qiellin e dytë, të tretin deri tek 7, pastaj shkon aty ku nuk ka shkuar krijesë. Pra arriti një moment ku dhe Xhibrili, imagjinoni Xhibrili është meleku që merr shpalljen prej Allahut, këtë Kur'an e ka marrë Xhibrili një herë, ka dëgjuar prej Allahut lartësuar dhe ashtu siç e ka dëgjuar, pa paksuar dhe pa shtuar, i ka sjell të dërguarit të Zotit lartësuar. Pra është mbjell në zemrën e dërguarit të Allahut lartësuar. Pastaj këtë Kur'an e përsërisnin në mënyrë sistematike çdo vit me dërguarin e Zotit. Pjesët që zbrisnin i përsëriste çdo vit me dërguarin e Allahut. Vitin që ndroi jetë pejgamberi sa, erdhi Xhibrili 2 herë, e përsëritin që nga fillimi deri në fund bashkërisht 2 herë. Erdhi një moment gjatë këtij udhëtimi, pa imagjinoni shoqërinë e Xhibrilit dhe të burrakut. Erdhi një moment, arritën deri aty ku imagjinoni Xhibrili i thot pejgamberit a.s. tani vazhdoi vetëm. Unë kam cakun deri këtu. Pra më lart nuk kam leje. Për të vazhduar më shumë nuk kam leje. Dhe imagjinoj që i dërguari i Zotit lartësuar në lartësitë e qiellit ka shkuar aty ku nuk ka shkel këmbë krijesa. As melek, as kusht tjetër. Aty fa auha ila abdihi ma auha. Aty i shpalli Allahu robit të vet thot atë gjë që i shpalli. Prej Kur'anit, prej shpalljes, pra dëgjoj Allahun lartësuar, komunikoj me Zotin e gjithësisë, pa e parë në versionin më të saktë Allahun lartësuar, dhe aty i shpall Allahu lartësuar obligueshmërinë e namazit. Në këtë vend ku nuk ka shkelur dhe në këtë moment, pra në këtë vend që nuk ka shkel këmbë krijese, përveç të dërguarit të Zotit lartësuar, në këtë moment kaq të veçantë Allahu lartësuar e përzgjodhi në këtë ftesë kaq fisnike, përzgjodhi Allahu lartësuar që t'i shpallte të dërguarit të tij Muhammedit a.s. 50 namaze obligim në ditë. Ti o Muhammed, bashkë me ummetin tënd, me besimtarët, me adhuruesit të adhurojnë Zotin, dhe keni obligim të adhuroni Allahun, të faleni namazin 50 herë në ditë. Imagjinoni pak. 50 herë në ditë i bie çdo gjysmë ore afërsisht duhet të falim një namaz. Kalojnë 30 minuta, duhet të shkonim, të merrim abdest. Kush kishte mundësi të vinte në xhami, ai që s'kishte mundësi, aty ku ishte duhet të falte namaz. Sa merr prej kohës i namaz? Sa 2 minuta, 3 minuta, 4, 5, me gjithë abdestin një 5 minuta apo? Në çdo 30 minuta ju e keni obligim 5 minuta t'ia kushtoni Zotit gjithësisë. Kalon një gjysmë ore tjetër, përsëri, je në punë, je angazhuar, je në gëzim, je në dansëm, Allahu na ruaj, je në sprov, je në hidhërim, je në gjumë, të zgjohesh.
çdo gjysmore do vendosësh cilën. Dakord? Dhe do falësh namazin. I dërguari i Allahut e merr këtë obligim dhe kthehet. Allahu i di gjërat. Sami'na wa ata'na. E dëgjuam urdhrin tonë o Zot, ne nuk s'kemi hapësirë tjetër për të thënë verse u bindëm. Nëse ti na kërkon dhe nëse ti ja dëshiron, dhe urtësia tënde e kërkon o Zot që ne të falemi çdo gjysmore, pra 50 namaze në 24 orë, ne do t'i kryejmë ato. Patjetër. Ti je Zoti dhe ne jemi robrit e tu, krijesat e tua. Dhe ne dimë shumë mirë pastaj se çfarë ndodhi. Të dërguarit e Allahut ky obligim ju lehtësua nga 5 namazet dhe nga 5 namazet nga 50, 45, pastaj 40, pastaj 35 dhe kështu me radhë, derisa mbetën sa namazet? 5 namazet. Madje Musa alayhis salam i sugjeroi pejgamberit alayhis salam që akoma më shumë lehtësim të kërkonte Allahut. Edhe 5 thot për e kam provuar përpara teje, pra e kam kaluar në kurriz me umetin tim, edhe 5 nuk kam për t'i falur. Prandaj kërkoi Allahu të lartësuar akoma më shumë lehtësim. Muhamedi alayhis salam i thotë, jo, unë turpërohem që të shkoj përsëri dhe të kërkoj lehtësim pas gjithë këtij lehtësimi. Pra sikur do të thoshte i dërguari i Zotit, ai që nuk ka për t'i falur 5 vakte, pasi fillimisht në momentin fillestar u obliguan 50, ai që nuk ka për t'i falur 5, edhe nëse ja bën Zoti 4 s'ka për t'i falur. Edhe nëse ja bën 3 s'ka për t'i falur. Edhe nëse i bëhen i zvoglohen apo i lehtëson në 2, përsëri do i duken shumë, por edhe nëse i kërkohet xhumaja, një herë në javë të lutem, me janë një herë në javë. Përsëri do i duket shumë për Bajram, mbase se me sebeb edhe do festojmë edhe një llokume patjetër që do ta ham dhe kështu me radhë. Thotë jo, 5 jam shumë i kënaqur me lehtësimin që më bëri Zoti tim. Atje pastaj në momentin që tha i dërguari i Allahut lartësuar, jam shumë i kënaqur me këtë lehtësim nga 50 në 5 namaze. Atëherë u dëgjua një thirrje. U plotësua urdhri dhe dëshira time dhe u lehtësova robëve të mi. U plotësua urdhri tim, dëshirën. Që robërit e mi, besimtarët, muslimanët, do të adhurojnë Zotin në mënyrë specifike me anë të namazit 5 herë në ditë, dhe nga ana tjetër unë u lehtësova shumë robëve të mi. Nga 50 u bë 5. Dhe këto 5 janë në praktik dhe janë 50 në peshore. Janë 5 në praktik, ne na kërkoi që të falim 5 vakte të namazit në ditë. Mirë po, Allahu lartësuar lehtësoi rekatet apo numrin e namazeve. Mirë po nuk zvogëloi shpërblimin. Në shpërblim do të jenë 50 thot pejgamberi alayhis salam. Prandaj orë vëllezër të nderuar. Falja namazit, që është vepra më fisnike, dhe është ai obligim që i pari, ballafaqimi i parë që do të kemi me Zotin e gjithësisë është ai e falur. Përderisa je besimtar, përderisa kemi thënë jam i kënaqur me Allahun si Zot, me Islamin si fen time dhe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si dërguarin e Zotit. Përderisa ke besuar, përderisa ke besuar në Allah, dhe përderisa ke besuar në botën tjetër, pyetja e parë është ai e falur. Ai e falur. Nëse robi është falur, i ka kryer rregullisht me përpikmëri, me seriozitet, e ka patur dert namazin 5 herë në ditë, të gjitha çështjet e tjera do t'i lehtësohen. Ky është premtim prej Allahut. Të gjitha çështjet e tjera do t'i lehtësohen, thot pejgamberi sa. Sa kusura kemi plot dhe mangësi kemi plot dhe shkujdesje kemi plot dhe gjuna e pafund, të gjitha çështjet e tjera, dhe kjo nuk është leje për të jetuar jetën e atij që nuk beson Zotin dhe të shfrenojmë gjuna. Jo. Por ama në mënyrë të pashmangshme dhe do të gabojmë, çdo gjë do të lehtësohet. Nëse robi është falur, nëse ka kryer çështjen më madhore dhe më të rëndësishme. Dhe nëse robi nuk është falur, çdo gjë do t'i vështirësohet. Pra ke parasysh kur me një prej nënpunësve të tu, ti je i kënaqur sepse ai ka çuar çështjen më kryesore në vend. Punën që ti më së shumti i kërkon dhe ja ka ngarkuar amanet dhe që është më e rëndësishme, ai e ka kryer atë. Ka mangësi plot. Ama ti e trajton atë me shumë butësi, e trajton me shumë mirësi. Dhe në një farë mënyrë bën sikur nuk i shikon dhe ato mangësitë e tjera. Pse? Sepse të paktën ai të mban biznesin në këmbë. Ka amanet, ka përgjegjësi, dakor? Dhe ti mangësitë e tjera bën sikur nuk i shikon ose i toleron. Ama nga ana tjetër ke një nënpunës tjetër,
që ai gjën më kryesore, ai e di shumë mirë që gjëja më e rëndësishme tek ti është pikërisht kjo çështje. Dhe ti e ke paralajmëruar dhe ja ke qartësuar to kujdes këtë çështje sepse kjo është më e rëndësishme. Ai pikërisht aty tregohet i shkujdes. Aty nuk ke rëndësi. Atëherë ti në shmëse normale ta kapësh me inat me këtë njerëz. E kap dhëm që thot populli me këtë njerëz. Dhe nuk i fal pastaj, i kujton dhe gjërat e vogla të cilat ai ndoshta i ka neglizhencë, e ka neglizhuar ato. Pak a shumë, e njëjta gjë është me çështjen e namazit. Do të lehtësohet çdo gjë nëse robi është i përpik në namazin dhe i vështirësohet çdo gjë nëse robi është neglizhent me namazin. Prandaj ne lutim Zotin e Gjithësisë që në këtë muaj të begat të Ramazanit ta lutim Allahun shumë në sejdë, më bëj mua për atyre muqimi salat, për atyre që jo thjesht e fali namazin, por iqametu salat është një nivel më lart, më i plotësuar se sa thjesht kryerja e namazit. Iqametu salat do thotë që ti të derdhësh aty të gjitha energjitë tua, të gjithë përkushtimin tënd, të gjithë vëmendjen tënde tek namazi, të stakosh të gjithë automatët e tjerë të kësaj dunjaje në momentin që thua Allahu Akbar. Të stakosh të gjitha linjat e tjera, të fikësh gjitha internetet, wirelessin, edhe të shkëputësh gjitha raportet e dunjas, more edhe të familjes, edhe të biznesit, të gjitha hallet, problemet, dertet e tjera që ke, në momentin që thua Allahu Akbar dhe të përqendrohesh vetëm tek Zoti i Gjithësisë. Vetëm tek halli tënd, vetëm tek shpirti, ajo tha mbrëm, tek edukimi i shpirtit, furnizimi i zemrës, qetësia, të investosh pikërisht në atë qetësinë e zemrës në këtë botë dhe njëkohësisht në xhenetin në botën tjetër. Prandaj namaz. Prej porosive të fundit që ka dhënë i dërguari Allahu subhanahu wa taala. Atëherë kur frymarrja e tij ishte rënduar, thoshte kujdes namazin. Të kujdes ata njerëz të cilët ju ka lënë amanet Allahun në kujdestarinë tuaj. Me këto porosi i dërguari Allahu krahasuari dha lam të mirë kësaj dunjaje dhe i dha lam të mirë dhe umetit të tij. Kujdes namazin dhe kujdes ata njerëz që ju ka lënë Allahu amanet në përgjegjësinë tuaj. Të ka lënë bashortë, të ka lënë fëmijë, të ka lënë prind, të ka lënë dikë Zoti i lartësuar në amanet, përgjegjësi, kujdes, sepse je përgjegjës përpara Allahut të lartësuar. A bëni Allah dhe sepse më ngacmoi dhe një citat gjatë këndimit nga surja An-Najm, edhe pse çdo ajet dhe çdo citat në surën An-Najm është për të marrë në konsiderat, është për të ndarë bashkërisht, mirë po është ajeti ku Allahu i lartësuar thotë ma zaghal basaru wa ma tagha. Thotë shikimi i dërguarit, i profetit, as nuk te kaloi cakun dhe as nuk u shpërqendrua. As nuk e te kaloi cakun dhe as nuk u shpërqendrua. Tani imagjinoni pak një moment, ne kur bëjmë një shëtitje, një ekskursion apo ku diun kur dalim. Dhe sidomos në një vend që nuk kemi qenë ndonjëherë. Kurreshtja, kurioziteti, çfarë të bën? Koka djathtë, as majt, as lart, poshtë, pyet, interesohesh, apo pse kjo gjë, sepse ti ballafaqohesh me diçka që nuk e ke parë. Dhe këtu bëhet fjalë brenda kësaj dunjaje. Poshtë këtij qielli. Pa imagjino për një moment të kalosh në qiellin e dunjas, të kalosh tek i dyti, tek i treti, tek i katërti, i pesti, të ballafaqohesh me një hapësirë që është e mbushur, ndoshta me planete, me galaktika, me melaike, me laqad ra'a min ayati rabbil kubra, ka parë prej ajeteve, prej shenjave, prej madhështisë së Allahut në krijim kubra, gjëra gjigande madhështore. Dhe imagjinoni edukatën, etikën e dërguar të Zotit lartësuar. Ma zaghal basar wa ma tagha. Shikimi i tij, imagjinoni pak, udhëtimin, dimensionin e këtij udhëtimi dhe shikimi i tij thot Allahu lartësuar, as nuk e tej kaloi cakun dhe as nuk u shpërqendrua. Pra që do thot ishte i orientuar, ishte i dërguari Zotit lartësuar në një farë mënyre i qëndroi me shumë etik, me shumë disiplinë hapësirës ku kishte leje të shikonte. Që do thotë jo gjithçka që mund të shikonte e pa i dërguari Zotit lartësuar. Pse kjo gjë? Allahu e di më së miri. Nuk është çudi që në krijimin e Allahut të lartësuar ka gjëra për të cilat nuk i përballon dot zemra. Nuk u jep dot shpjegim mendja. Është më se normale. Për shembull, Sidratul Muntaha. Erdhi
u kthye në tokë pejgamberi sa. Filloi që të përshkruante dhe të tregonte se çfarë kishte parë. Dakor, me çfarë do t'ua përngjasonte dhe do t'ua krahasonte? Me çështjet e kësaj dunjaje, me gjërat e kësaj dunjaje. Erdhi një moment, pastaj stop, tha. S'di se si t'ua shpjegoj. Nuk di se si t'ua përshkruaj. Sepse është si për shembull të tentojmë të përshkruajmë ne çfarë kemi parë, dikujt njerëz që mund të jenë në një skaj të kësaj dunjaje të izoluar, s'kan as internet, s'kan as kontakte, as rrjete sociale, as kontakte me dunjan, dhe ti përshkruash avionët apo ti përshkruash jetën moderne të cilën ne jetojmë. Ja përshkruan dot? Si do ja përshkruash? Është pamundur. Imagjinoni çfarë ka parë pejgamberi sa dhe çfarë disipline qëndroi aty në atë korsin, në atë që i kishte përcaktuar dhe i kishte dhënë leja Allahu lartësuar. Dhe mesazhi që marrim ne, disiplinë o vëllezër, etik, disiplinë. Secili ka sinorin e tij, ka kufijt e tij. Në xhami ke vetëm vendin tënd ku falesh. Në shoqëri ke vend aq përqindje sa ke. Kudo për të folur, për të dhënë mendje, për të ndërhyrë, për gjithçka. Disiplinë. Dhe mos të bëhemi kurreshtar në këtë dunjë për ato gjëra të cilat nuk na takojnë dhe nuk na sjellin dobi. Një prej elementeve që i dërguari Zot lartësuar i ka orientuar besimtarët për të bërë njerëz të mëdhenj, për të kaluar në dimensione shumë të mëdha, është min husni l-islami l-mar'i tarkuhu ma la yani. Për islami të mirë të një personi është të mos harxojë energji dhe kohë për atë gjë që nuk ka dobi. Të mos harxojë energji, kohë, llafe, muhabet, thashë theme për atë gjë që nuk ka dobi. Dunjaja është ditë të numëruara, kalon shumë shpejt, detyrat dhe përgjegjësitë janë të shumta, pavarësisht se në shfaqje të jetës je, përqendrohu me të gjithë energjitë tua atje ku ke dobi, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, dhe na bëftë Allahu lartësuar për njerëzve me etik, me disiplinë, dhe për atyre njerëzve të cilët zemrat e tyre i kanë të mbushura me iman, dhe na të bëftë Allahu lartësuar në xhenetet e larta me pejgamberin alayhis salam dhe me të gjithë adhuruesit e Zotit. Lutsojmë dhe vitin 3 rekate.